A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhaleshanuhu. Paqja, mëshira dhe bekimet e tij qofshin mbi vullën e profetëve Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, ndodhemi në 10 ditëshin e një muaji të veçantë, në 10 ditëshin e një muaji madhështor. Jemi në 10 ditëshin e parë të një muaji të shenjtë, të muajit Dhulhixha, muaj për rëndësinë të cilit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ditët ku puna e mirë është më e dashur tek Allahu janë 10 ditët e para të muajit Dhulhixha. Të pranishmit e pyetën të çuditur: puna e mirë në këto 10 ditë, a është edhe më e dashur se sa vetë xhihadi në rrugt të Allahut? Pejgamberi alayhi salam u përgjigj: po, përveç se nëse njeriu del me veten dhe pasurinë e tij në rrugt të Allahut dhe nuk kthehet më me asnjërin prej tyre. Çka e shton edhe më tepër vlerën dhe rëndësinë e këtij muaji të shenjtë është fakti që vetë Allahu i madhëruar betohet mbi këtë muaj në Kur'anin famëlar në surën Al-Fajr, ku thot: "Wal fajri wa layalin ashr." Betohem mbi agimin, thot Zoti i gjithësisë, dhe betohem mbi 10 netët. Shumë nga dietarët e Kur'anit famëlar nga sahabët, si Ibn Abbas radiallahu anhu, por edhe shumë dietarë të tjerë, kanë pohuar pothuajse një zëri se 10 netët që përmend Allahu i madhëruar në Kur'anin fisnik janë 10 ditët e para të muajit Dhulhixha. Muaji Dhulhixha, përveç se një muaj i shenjtë, për ne është edhe një dhuratë nga Zoti i gjithësisë. Për shkak se rreth 2 muaj më parë, Allahu i madhëruar na e mundësoi që të agjeroni muajin e begatë të Ramazanit. Por dikush prej nesh ndoshta nuk e ka shfrytëzuar sa duhet. Dikush tjetër ndoshta nuk është treguar vigjilent dhe nuk ka punuar aq sa ishte nevojshëm për të punuar me veten e tij. Prandaj Allahu i madhëruar na ka dhënë 10 ditët e para të muajit Dhulhixha me qëllim që çdo besimtar dhe besimtare të punojë dhe të plotësojë punën e tij, me qëllim që secili prej nesh të punojë më tepër me veten e vet, me qëllim që të afrohemi më pranë Zotit të gjithësisë, me sa më shumë namaze, dhikr, lexim Kur'ani, salavate për profetin, si dhe shumë e shumë vepra të tjera të mira që janë të pëlqyeshme të bëhen në këto 10 ditë. Elusim Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që bëjmë sa më shumë vepra të mira në këtë muaj të shenjtë. Elusim Zotin e gjithësisë që t'i pranojë veprat tona të mira. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na falë, të na begatojë dhe të na mëshirojë të gjithëve. Amin.